Apo arrin shteti ta mbrojtë tryezën e qytetarëve? Po. Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinarisë është bariera e parë për sigurinë e ushqimit i cili është në treg. Apo han vërtet ata që shkruhet në etiketë? Ushqimet që dalin në treg janë mbas konform etiketës, janë të sakta dhe ashtu duhet me qenë. Po djathi nuk ishte kështu. Këtë gjëna të tilla janë gjëna të cilat lëshime të cilat mund të menjanohen dhe agjencioni i ka në kontroll. Çfarë zbuluan kontrollet për djathin që konsumojmë çdo ditë? Yndira e qumshtit konkret dul në rregullor është 20% duhet të jetë si rregull, ajo në analizën dul se ka 1%, kurse të disa tjerë produkte dul në vend që të jetë 25% yndira, atje dul se është 5%, edhe këtu ka edhe një manipulim tjetër i cili ka të bëj në vend yndyrës qumshtore është yndyra palm. Por sa i përhapur është mashtrimin me ushqimin në vend? Mashtrimet me produktet ushqimore nuk është i hapur, janë paraqitje shumë të vogla në gjatë vitit 2024-25, për shembull ne kemi bë asgjësim të 40 ton ushqim. Çfarë masësh dërmeren ndaj atyre që cenojnë sigurinë e ushqimit? Ka gjoba të cilat janë para pa. Mirë pa ato gjoba del se janë shumë të vogla. Po, sa ishin maksimal? 3.500 euro? Maksimal është 3.500 euro për operator. Përgjigjet më të hollësishme sonte në 1+1 e Argjend Osmani për ndryshe ndihmës udhëheqës në sektorin e shëndetit publik pranë Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Na ndiqni në TVM2 dhe TVM2 Sat.